Mirëdita miq të YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj se si bëhet themra te një çorape e leshit ose te një çorape me deve. Unë për momentin e kam bërë me deve sepse nuk mundon me leshi. Tani siç e kam shpjeguar edhe në videot e mëparshme, si çorapet edhe papuçet fillojnë njësoj te maja, me një ndryshim se papuçet vijnë deri në mes të këmbës, edhe hapet dhe punohet vetëm pjesa e mbrapsme, ndërsa çorapja vjen deri te qafa e këmbës, lihet pjesa e përparme dhe pastaj vazhdon pjesa e mbrapshme. Ja. Kam bërë këtë çorape, e kam sjell deri te qafa e këmbës. E kam lënë këtë pjesën këtu dhe kam vazhduar pjesën e mbrapshme. Këtu kam punuar 3 rjeshta. Tashti, te rjeshti i 4 do punoj do t'i ndajmë në mënyrë të barabartë syçkat, i bie 6 këndeja edhe do lëm 6 në mes, sepse edhe themra këtu del më e bukur dhe më katrore. Ka dhe mënyrë tjetër se si ta bëjmë të mbyllet një çorape, por mu duk më arsysh me kjo dhe më e thjesht kjo. Nëse dëshironi, unë mund t'ja bëj dhe modelin tjetër të çorapes se si mund bëhet themra një çorape leshi prap. Tashti, këtu do punojmë 5 syçka. 1, 2, 3, 4, 5. Të gjashtën 1 e 1 këtu 2 do t'i ham dyshe. 1, 2, 3, 4, 5, edhe një dyshe prap këtu, 6. Atere, kur do ham të syçkat, gjithmonë këto të mesit do ngelen gjithmonë 6. Tani vazhdojmë prap drejt. 1, 2, 3, 4, 5. Tani, nga ky krau, këtej do ta punoj mbrapsht. Do vazhdojmë vetëm drejt. Do një rjesht do hahet syçka, në një rjesht do punohet drejt. Derisa të ngelen 6 syçkat e mesit. Mbrapsht. Tani, vjen pjesa e brendshme. Prap në pjesën e brendshme do ham 2 syçka, gjithmonë tek mesi. 1, 2, 3, 4. Tani ngelen 4 syçka. Hangrëm 2, 1, 2, 3, 4, 5. Do ham dhe një këtu. Gjithmonë e mesi shiko, ngelet 6. 1, 2, 3, 4. Syçkat e asores gjithmonë vijnë duke u mbaruar. Ja dhe një tjetër. E punojmë prapë mbrapsht. 2. Gjithmonë nga anë parme punohet drejt. Nga ana e brendshme gjithmonë do hahen syçkat. Edhe nëse e bëni triko ose bluza, gjithmonë e hëngrumja është gjithmonë nga pjesa e brendshme. Edhe 1, 2, tani ngelen 3 syçka. Ham dhe 2 këtu. 1, 2, 3, 4, 5, ja dhe një tjetër këtu, 6. Domethënë gjithmonë këtu ngelen 6 dhe këtu zvoglohen, ngelen 3. 1, 2, 3. Shikoni themën?
Vjen gjithmonë vjen kështu drejt e nuk vjen me majuc kjo. Tani prap në anën e brendshme. Prap, dam 2. 1, 2, 3, 4, 5, jave një këtu, 6. Ngelet një dhe punohet. Tani është ana e mbrapshme, që nuk hajt, punohet drejt. Ja dhe kjo e fundit tani që hajt prap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shiko? Këtu ngellën tani 6 syçka. Tashti, te kjo pjesa këtu, ne do marrim filet me anë të një grepi. Ka që i fusin, i marrin dhe direkt me shtis, por më kollaj është i marrë me anë të një grepi. Tani këtu, sa rjeshta janë këtu, aq syçka do na dalin. Ja, ne do ta marrim në këtë mënyrë tash. Siç e kemi këtë kështu. Çorape. Edhe i marrim syçkat në për rjeshtat e këtyre. Shikon, do ta fusim këtu. 1. E futim në shtis. 2. 3. 4. 5. 6. Dhe kështu vazhdojmë dhe në krahun tjetër. Tani ti numëroj sa syçka kemi. 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tani këto do t'i ndajmë në mënyrë të barabartë me këto të tjerat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Do të thonë i bie 13 dhe nga 13 syçka. Një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Tani e punoj me të tjetrën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prap me anë të grepit e kapim prap syçkat. Edhe këtë tjetër do ta ndajmë në mënyrë të barabartë. Atëherë 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Tani i kemi shtisat dhe nga 11 syçka. Si që kemi tani qapa do punohet rrumullak. Nuk ka as shtesa dhe as gjë, sepse shtesat janë bërë këtu në anë kur kemi futur shtizat. Tani do punohet vetëm rrumullak edhe do bëhet qapa e gjatë sa që mund ta dëshironi vetë juve. Vetëm që këtu pjesa përpara do bëhet edhe ky modeli kështu, se dallohet domethënë çorapja që është pjesa e përparme. Dallohet edhe nga themra, por i jep dhe një sipar bukurie. Mund t'i bësh edhe ndonjë lule të vogël në mes të kësaj këtu. Do vi rrumbullak, siç erdhi dhe pjesa e poshtme. Duhet punohen 2-3 rjeshta, që të shikohet edhe themra se si ka dalë. Ja ta punoj edhe këtë rjeshtje dhe ta shikojmë themrën. Dhe tani jepet kjo del themra këtu. Kjo se e dallon, ja. Do vazhdoj kjo drejt
Ja dhe këtu themra. Jepe drejtimi themrës, kur vazhdon çarkja kështu lart edhe duket se si është bërë. Nëse doni dhe modelin tjetër që mbyllet me maj këtu, unë ja t'rregoj dhe modelin tjetër.